Mirë se erdhët edhe në një epizod tjetër të Kosova Job Podcast. Si që kemi treguar çdo epizod, ne mundohemi të sjellim mysafir cilët na rrëfejnë suksesin e tyre nga Kosova e në vendet ndryshme të botës. Ashtu është edhe mysafirja ime sot, Nita Mulliqi, një kërkuese shkencore edhe një vajzë që po kryen kërkime shkencore në një institut prestigjioz në Suedi. Nita, shumë kënaqësi më në fund me të pasë dhe me ta marrë pak kohën shumë zonën këtu në Kosovë. Spari deshta me të falenderu ty Gili për ftesën edhe Kosova Job që po na mundson një platformë për krejcion me ardhmë të tregu storien tonë edhe me i motivu tjerë gjithashtu. Faleminderit shumë Nita, kjo platformë përbëhet pikërisht për juve, sepse nëse nuk do të kishim shembuj si kur ju, nuk do të kishim motivas me realizu një format të tillë. Nita, ju megjithatë jeni rrit edhe keni kryer shkollimin këtu në Kosovë, keni punu këtu në Kosovë. A më tregon pak për dëshirën tuaj për teknologjinë? Po, pyetje e mirë, se kisha dashur me tregu që unë tash jam Karolinska, në Institutin Karolinska, mirë po unë studimet e bachelor dhe studimet e master i kom kryer në Kosovë, në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Edhe gjatë studimeve master kom pas një semestër në Norvegji, ku kom bo kërkime shkencore për kancerin e zorës trash, edhe inteligjencën artificiale. Pastaj ajo punë shkencore ka rezultu me një publikim dhe më pas ka rezultu edhe me mundësinë time për me vazhdu doktoraturën në Karolinska Institutet. Kështu që dëshira ime prej teknologjisë për teknologjinë ka fillu në Kosovë, ka fillu në Fakultetin Teknik, edhe pse nuk duket nështa shumë sharmant, mirë po me studiu atë mendoj që është një vend që të përgadit shumë për të ardhmen, edhe ju jep mundësi studentëve që me zhvillu karrierën e tyre në teknologji. Unë e di që Fakulteti Teknik që flitet në Kosovë është shumë i vështirë dhe kërkon shumë prej studentave. Kur ke shku mandej në Norvegji edhe në Suedi, a ka qenë për ty ai adaptimi më i lehtë apo më i vështirë? Mendoj ka qenë një adaptim jo edhe i lehtë. Në përgjithësi edukimi në Kosovë edhe në Evropë kisha me thonë që dallon. Për atë arsye edhe shumë studenta, nuk besoj që nuk jam e vetmja, që dalin me bo hulumtime shkencore jashtë vendit, i duhet një fazë adaptimit, apo si themi një fazë e mësimit se si duhet na me bo publikime shkencore me kualitet të lartë. Apo edhe mendoj që Universiteti i Prishtinës të krijon, ta jep një shprehit punës ty si student, mirë po aftësitë për kërkime shkencore mendoj që i kom fitu edhe kur kom dalë jashtë Universitetit Prishtinës. Çka mendon të thatë janë ato pikat kryesore të aftësive shkencore që ish dashur me implementuar në universitetet e Kosovës? Kisha me thonë me pas ma shumë lanë të dedikume për kërkime shkencore, si për shembull për shkrimet akademike, shkrimet shkencore, ka nevojë për me pas platforma ku studentët mundën me bo kërkime shkencore, me jap idetë të tyre edhe me i testu idetë të tyre. Pastaj është edhe supervision, domethënë me pas mikqyrje nga profesora që normal merr kohë, e sidomos nëse ka shumë studenta. Pastaj kish me qenë edhe platforma teknike, apo si të themi, nëse varet prej temave që përdoren me bo research, po për shembull nëse bën research në AI, atëherë duhet me pas akses në kompjutera që janë të fortë për me përballu eksperimentet që studenta dojnë me i bo. Nuk e di, nuk jam ngjarje mirë, po ndoshta edhe UP-ja ka fillu edhe ka akses në për ta superkompjuterat, po do me thonë kisha me cek disa prej këto janë disa faktorë që kishin me shty edhe më shumë hulumtimin shkencor në AI, po jo vetëm. Pse vendose pikërisht në fushën e AI që është që po e dominon diskutimin kudo në botë, pse vendose pikërisht të fokusohesh në hulumtimin shkencor në sëmundjet e kancerit?
kisha me thonë shumë pyetje me ven. Tash unë moj me thonë që ka qenë krejt e planifikume, unë kom pasion për AI bashkë në intersection me smundjet e kancerit, po normal është motivimi i madh më marr me këtë fushë, mirë po gjithçka ka filluar shumë rastësisht. Unë kam marrë një bursë që është bursa Erasmus, që japet përmes Universitetit të Prishtinës dhe i mundson studentave me shku edhe me studiu jashtë. Gjithçka ka filluar prej aty dhe kur kam shkuar në Universitetin e Norvegjes për shkencë dhe teknologji në atë kohë, ka rënë me pas një profesoresh e cila ka punuar në këtë fushë, ka pas shumë studime të mëdha, shumë studenta që kanë punuar në AI edhe në kancerin e zorës trash, edhe une kom qëllu aty, kom qenë person adekuat me vazhdu me punu në atë fush, edhe ashtu edhe kom fillu me punu. Tash punoj me AI edhe me kancer prostatës, edhe kjo ka qenë, si me thonë, rastësi, edhe pse pas punës parë, unë vetë se kom qenë interesume me bo kërkime shkencore në AI edhe në smundjet e kancerit, po nuk kom pas si me thonë dëshirë specifike për kancer prostatës, mirë po ashtu ka rrjedhë senet. Kom apliku në disa vende, edhe pasi që jom pranu në Karolinska, më ka dok shumë mundësie mirë, edhe kom vazhdu. Po du me të pytë që shko me ndryshu AI, që shmendon që ka me ndryshu mënyrën si punojnë mjekët sot? Mendoj që ka me pas ndryshime, definitivisht, ato sa i përket AI edhe kancerit prostatës, ndryshimet vetë se kanë fillu. Mendoj që duhet sa ma shumë me pas bashkëpunim në mes të mjekëve dhe në mes të modeleve të inteligjencës artificiale. Sa do që të suksesshme që mundet me qenë, sa do që performanca e këtyre modeleve mundet me qenë shumë më e mirë se mjekëve ose më stabile se mjekëve, gjithsesi për shkaqe etike, legale, mjeku duhet me qenë personi i fundit që jep fjallën kur është fjalla të diagnostifikimi apo trajtimi e një pacienti. Për atë arsye, këto modele duhen me shërby vetëm si modele supportuese që i ndihmojnë mjekët në vendimarrjen e tyre. Mirë po jo modele cilat kishin me u përdor direkt për me i trajtu pacientët. Po e shoh që edhe pacientët edhe njerëzit kur kanë probleme i drejtohen shumë këtyre modeleve të AI për këshilla mjekësore. Çka kishe më thonë këtë atyne që i lypin diagnozat që në ChatGPT apo në forma tjera? Për sa i përket modeleve të mëdha gjuhësore si ChatGPT, unë nuk e kisha rekomandu një mjek apo edhe një pacient me kërku ndihmë mjekësore në ChatGPT. Dhënat atë që dalin nga ChatGPT nuk janë të kontrolluar në mënyrë mjekësore, në bazë studimeve, në bazë protokolleve mjekësore që janë sakta, kështu nuk i kisha sugjeru askujt me marrë vendime mjekësore përmes ChatGPT. Mirë po është një mjet shumë që është i konvenueshëm, është shumë lehtë me marrë informata prej aty, mirë po kur është çështja tek çështje më serioze shëndetësore, nuk duhet me marrë parasysh informatat prej ChatGPT. Çka kanë nxjerrë kryesisht këto kërkime tua shkencore në këtë fushë, çka ke nxjerrë rezultate konkrete që kishe pas që mi nda me gjithë ata që na shohin sot? Po, gjithsesi, kisha dashur me fillu pak te zanafilla edhe qysh aplikohet AI spari në kancer prostatës, edhe mandej me tregu edhe rezultatet e punës që ka ndalë nga doktorata jeme që ka zgjatë dikon 5 vjet. Kështu, kur një mashkull ka risk të kancerit prostatës, ose vetëm kur dënë me u testu për kancer prostatës, mund të me fillu prej saj, shkon edhe bën një analizë thjesht gjakut, edhe matët një vlerë gjakut që quhet PSA, që qëndron për prostate specific antigen. Edhe nëse çaja vlerë PSA-s është pak më e lartë, atëherë ai pacient ka predispozit ose ka risk të shtuar të kancerit prostatës. Edhe me protokoll është që këta pacient i nënshtrohen procedurës së biopsive. Ka edhe disa steps in between aty që po tash po i te kaloj sa i përket thjeshtësisë. Mirë po le themi me vlerat shtume të PSA-s bëhet një procedurë biopsisë. Edhe biopsia është një procedurë kur qeliza apo pjesë të prostatës nxjerrën nga organi prostatës përmes biopsisë, edhe vendosen në plagza të qelçit, edhe vlerësohen nga mjekët specialist, në këtë rast patologët, për me shiku se a ka qeliza kancerogjene apo jo në atë pjesë prostatës që është largu.
Deri më tani, këto janë bo manualisht dhe janë bo përmes një mikroskopi, do me thonë këto qelqet, plagzat e qelqet me qelizat prostatës, përmes patologut janë analizu përmes mikroskopit, ku zmadhohet pamja në mikroskop edhe analizohen nivelet qelizore. Mirë po, ditëve të sodit, në Suedi, po faktikisht edhe në Kosovë, ndoshta nëse kemi kohë ju të tregoj edhe pak më shumë edhe për Kosovë, që po ndodh kjo. Mirë po në Suedi, në shumë vende të Evropës, këto plagzat qelqit tash digitalizohen me skaner specifik, edhe ruhen kompjutere në sisteme kompjuterike si imazhe digjitale. Edhe kjo e bën shumë të lehtë aplikimin e inteligjencës artificiale, modeleve për analizë të imazheve në këto imazhe digjitale. Këto trajtohen thjesht si një matrix me vlera numerike, futen model, analizohen, edhe modeli është në gjendje pastaj si output ty me ta jep varësisht se çysh e ke kriju ti modelin tënd, mirë po është në gjendje me tregu se a është kancer apo jo. Për rastin tim, tregon se është kancer, çfarë gradës është kanceri. Kanceri prostatës i ka 5 grada ndryshme, me i thonë në mënyrë pak më thjeshtë, prej gradës 4 deri në 5, edhe AI është në gjendje me ta tregu, çfarë grade është. Pse është kjo shumë e rëndësishme, është se për prostatë specifikisht, mënyra e leximit të këtyre biopsive është shumë subjektive. Do me thonë, patologët e ndryshëm me i shiku të njëjtat slajde të prostatës, mundën me i gradu ato në mënyrë të ndryshme. Apo edhe patologu i njëjtë me shiku slajdet prostatës në kohë të ndryshme, mundet prap me i gradu ndryshe. Edhe kjo pastaj ka shumë efekt në mënyrën që trajtohen këta pacient. Shumë pacient me kancer prostatës fatkeqësisht nuk trajtohen në mënyrë e duhur. Disa pacientëve ju largohet prostata, apo disa pacient vendosen mbikëqyrje, se themi, edhe nuk trajtohen. Kështu që përmes modelit tim që e kam zhvillu une në programin e doktoratës, jemi të dashur me standardizu qëtë proces, edhe me ndihmu patologëve kudo në përbot me pas një standardizim të gradimit kancerëve të prostatës, për atë arsye edhe me rregullu mënyrën që këta pacienta trajtohen. E çka mendon që mundemi me mësu edhe në Kosovë me marrë prej këtij modelit juaj? Faktikisht unë jam të bëni një punë, një hulumtim tash të fundit me Kosovën edhe me Maqedoninë e Veriut, edhe jam shumë krenar dhe shumë e lumtur se nuk ka asnjë studim të AI që testohet në popullat Kosovës. Fatmirësisht kom pas kontakte me një patolog nga Maqedonia e Veriut, Selim Komina, edhe një patolog nga Kosova, Fisnik Kushumliu. Kemi mbajt kontakte edhe tash jemi në proces të marrjes dhanave të pacientëve nga Kosova, digitalizimin e pacientëve të Kosovës, do me thonë biopsive të prostatës, edhe transferit tyne në Karolinska Institutet ku jam unë tash. Unë atje e bëj analizën përmes modelit edhe shikoj se çysh to modele po funksionojnë për popullsitë Kosovës. Për mjë përgjigjet e pyetjes tonë, mendoj që aplikimi këtyre modeleve në Kosovë kish me ndihmu shumë. Qysh kom bisedu edhe me Fisnikun për Kosovë, nuk ka shumë patolog, do me thonë edhe nuk ka shumë studenta që po studiojnë fushën e patologjisë, që është një prej fushave shumë të rëndësishme se patologu është ai që e bën diagnostifikimin e smundjes kancerit. Edhe në modele tilla kishin me ndihmu shumë në vendet në Kosovë ku nuk ka patolog mjek specialist, edhe kishin me ndihmu edhe nëse ka patolog mjek specialist, nëse janë shumë të ri, janë duke fitu përvojë, kish me ndihmu si një mendim i dytë që me ndihmu ata me bo një diagnostifikim të saktë kancerit prostatës. Enita, po më intereson me të pyet për çdo profesionist, ka do të me pas kujdes kur përdori modelet e AI për me na lehtësu punën? Sa e përket modeleve të AI për mu diagnostifiku smundje jo vetëm të kancerit, mendoj që duhet me pas shumë kujdes se qysh po përdoret modeli.
unë ku e kry studime shkencore, tash po mendojmë që me i apliku këto modele në mënyrë prospektive, do më thonë vetëm kemi shumë projekte që modeli jonë ka mu apliku në shtetet nordike, që jam shumë e lumtur për ato, po jo vetëm, në plot vende tjera të botës, hopefully edhe në Kosovë. Edhe mënyra se qysh përdoret edhe qysh përdoret për me jap fjalën e fundit diagnostifikimit duhet me pas shumë kujdes. Për shembull, mundemi me thonë që kur të merr mjeku me e analizu një biopsi, atëherë mjeku duhet me analizu spari vet, me pas një mendim edhe me pas një diagnostifikim se qysh ai po mendon ose ajo se gradohet ky lloj kancerit, e më pas me shiku rezultatin e inteligencës artificiale dhe me pas se okay, ku po bie kjo apo pajtohet me mua apo jo. Atëherë nëse ka disagreement mes modelit dhe patologut, atëherë me kthy patologu dhe me shiku edhe një herë se ku ka pjesë që duhet me u shiku pak më në detaje. Se këto modele janë, modelin që e kom zhvillu unë, po dhe shumë modele tjera në smundje tjera, përveç se e tregojnë për shembull gradën e kancerit edhe tregojnë se është benign apo malignant, janë edhe gjithashtu tregojnë se ku në biopsi qelizat kancerogjene gjenden. Edhe kjo i ndihmon shumë patologëve se pastaj ata mundën me shiku se okay, ndoshta këtë pjesë biopsisë unë I overlooked, edhe tash po shikoj pak më në detaje. Kështu që një bashkëpunim mes mjekut edhe modelit inteligjencës artificiale, po në një mënyrë shumë të kontrollume, kisha me thonë. Nita, ju tash disa vjet jetoni në Suedi atje. Që është për ju me punu me ekipe ndërkombëtare, me ekipe ndryshme, ose cila është shprehja e punës që keni marrë nga Suedia? Pyetje me ven. Është shumë ndryshe se kur punon në Kosovë, kisha me thonë, është varet në çfarë veni të Evropës jetu punu, po Suedest si popull janë, kisha me thonë, popull shumë më i ftoftë se në Kosovë, edhe ajo normale afekton edhe kulturën e punës, qysh punon. Është ma ndryshe, nuk mund me thonë që është ma keq apo ma mirë, është vetëm ndryshe, edhe po mendoj që përparësia e punës në Suedi edhe në vende tjera është që ka shumë diversitet në ambientet punës. Ka shumë edhe diversiteti të bjen të mënyra thinking out of the box, mënyra ndryshe që është njerëz menojnë, që shqyqasën problemit dhe mendoj që ajo është shumë një fuqi e madhe. A mendon që kjo ftostësia nga njerë edhe i ndihmon në raporte për brenda të punës? Nuk e di, ndoshta, nuk e di. Mendoj që e kanë mënyrën ata të punës, po prap diversiteti është që mendoj që ndihmon shumë aty dhe ja thën pak që të pjesën e ftostësisë që e cakëm. E kom pa që në Suedi pashtu ka shumë politika që i kushtojnë shumë rëndësi edhe balancit punë jetë, edhe balancit familje, sidomos për prindrit ju ndihmon. Çka në ato që ty të kam fasionu që ato politika në ashta që të kam pëlqy ma shumë Suedi? Qashtu qysh edhe e ceke shtetet nordike në përgjithësi përfshime dhe Suedin kanë shumë balans të punës edhe të kohës personale dhe të familjes. Mendoj që gjë që është shumë e bukur. Edhe është shumë ndryshe prej shteteve të bashkuara të Amerikës apo edhe vende tjera në Evropë. Kështu që mendoj që është një përparësi, edhe që kanë bën shumë përshtypje është që edhe pse kanë që fleksibilitet shumë të madhe dhe kanë familjen dhe kohën personale prioritet, nuk ju pengon që me zhvillu punë të mirë edhe me ecë përpara në çfarë do projekti apo në çfarë do kompania, qoftë edhe në industri, qoftë në akademi. Kështu që është diçka shumë e bukur mendoj, edhe është një shembull që duhet me u marr edhe prej vendeve tjera edhe tek ne në Kosovë, pse jo, me pas ma shumë balancë të punës edhe familjes, kisha me thonë. Nita, po je një shembull shumë inspirimi edhe për dedikimin edhe që mendon që ato mi implementu edhe në Kosovë, cila mendon që është shprehja e punës që të ka ndihmuar mas shëmti me arrit këtë pikë? Kisha me thonë, jënë dy sene, shumë shpesh i menoj çka, pse, cila është diferenca që e bën. Kisha me thonë seni parë është duhesh me pa vetën dikon, me dasht diçka shumë,
edhe me pa dash vetën një që aty, me dash një cak. Me dash që cak edhe me pa vetën që aty, literalisht me imagine yourself që je që aty, edhe kur që ajo shumë të flenën mendje, tani ti ki me punu drejt që ati qëllimit tënd, edhe puna është faktori dytë, mendoj që puna mund me cilë gjithkun ku ti dëshiron me arrit, edhe veç nëse punon. Po, a ke pas momente kur nuk je ndje dhe shumë e motivume, se që ke gjetë qatë formulën e motivimit, sepse kur studian ka që shumë gjatë gjithë kohës të vynë edhe motivim i vazhdueshëm. Gjithsesi kanë qenë 5 vite shumë gjata. Shumë gjata kisha mujt me thonë. Edhe doktorata në përgjithësi në çfarë do teme është shumë sfiduese, është shumë punë e pavarur. Ti mbikëqyr është prej profesorave, mirë po prap punën e bën ti si shkencëtare edhe është shumë jo vetëm që e bën ti, po lidhesh shumë për punën tënde edhe çdo rezultat i punës tënde ka efekt te ti si profesionalisht po edhe personalisht gjithashtu edhe shumë raste demotivohesh kur për shembull unë e kom zhvillu modelin vetë edhe ka qenë shumë sfiduese me zhvillu si në anën teknike, në anën e përpunimit të anonave, në anën e mbledhjes të anonave, në anën e testimit. Edhe shumë raste kom has në challenges, në sfida, edhe ato sfida shumë raste më kanë demotivu. Mirë po gjithmonë e kom pas sakun që unë po du me përfundu këto, po du me përfundu karierën, punën time doktoraturës, po gjithashtu edhe po du me kriju qëtë model që hopefully ka me pas një efekt në njerëzimin në botë kudo. E përmende ma herët sa i rëndësishëm është mentorshipi, monitorimi nga dikush, nga një mentor. Që të kanë diku që ai mentor dhe se cilat kanë qenë ato këshilla që mas shumë të kanë ndihmu këtë rrugtim? Sa i përket punës në akademi, është shumë e rëndësishme supervizimi, mbikëqyrja nga profesorat e tu. Ata paka shumë ta udhëheqin edhe ta përcaktojnë punën në aspektin shkencor. Po aq e rëndësishme është qysh e ceke edhe ti, qysh bisedu ma herë me pas dhe mentorship, do me thonë dikush që është mentor, është dikush që është jashtë punës tonde ku ti punon, edhe nuk është profesor ose profesoresh që ty të mbikëqyr në anën shkencore, mirë po është dikush që është komplet vjen prej një ane objektive edhe është në gjendje ty me të support edhe me të përkra. Definitivisht, mendoj që ajo shumë e rëndësishme. Edhe i kisha shty shumë krejt rive me lyp mentorim, me shku të njerëz që i kanë qysh me thonë si shembuj edhe me lyp prej tyne mentorim edhe këshilla edhe guidance në karrierën e tyne. Unë në Suedi jam pjesë e një organizate që quhet Women in AI Sweden edhe aty kom që sa vite tash organizoj programet mentorshipit për vajzat reja që dojnë me hynë fushën e AI. Kontaktoj mentorët në për fusha dhe në për akademinë Suedin në Evropë i bindi ata që mi marë vajzat e reja edhe me i mentoru në këtë proces. Cila është këshilla që ti zakonisht ja u jep gjatë mentorimit këtyre vajzave të reja? Ose cila është këshilla që a kishep se cilës që sot dëgjon edhe aspiron një karrierë si jo? Kisha me thonë me ndjek ëndrat e tua dhe qëllimet e tua që i ki njët, pa marë parasysh vështirësive, situatave, për në Kosovë ju gjithmonë është letë me përcjell ëndrat e tua dhe kisha me thonë që mos u dekurajo, përcjelli ato ëndra dhe puno drejt ati drejtimi edhe ki me mpriq aty ku po don. Tu janë duk ëndrat e pamundura kur ke qenë në Kosovë? Po shumë shpesh. Shumë shpesh. Mendoj që është pjesë e procesit. Yes. A mendon që Norvegjia, Suedia kur ke shku ta ka hap horizontin apo mendon që ai motivimi i brendshëm të ka shty drejt cakut që ti ke synuar? Definitivist mendoj që është motivimi i brendshëm, po. Nita, ju po ashtove për një sfondi ku babajnë e keni piktor, jeni rrit mes ngjyrave, mes pikturimit, nana nëse nuk gaboj merret diku me mjeksi, që ka përcaktu kjo zgjedhjen tënde? Shumë pyetje me vend, kisha me thonë, unë gjithmonë jam rrit me 2 fryma në shtëpi, babi ka qenë artist dhe do me thonë që vjen prej një fushë shumë
ma shpirtërore, kisha me thonë, shumë kreative, shumë e lirë. Edhe arti shëran. Edhe arti shëran. E vërtet. Edhe pastaj nona është mjeke, vjen prej fushave eksakte. Kështu që ka qenë një frymë shumë interesant në edukimin tam, prej që kom qenë e vogël, që mendoj që më ka ndihmu shumë në jetë pastaj ma vonë. Unë tash jam shkencëtare e kancerit edhe inteligjencës artificiale, po me qenë shkencëtare është pa marrë parasysh që është fushë shumë eksakte, është shumë edhe artistike, kisha me thonë, je sikur një artist i lirë që eksploron fushën, teston idejat e tua, hipotezat e tua, i analizon rezultatet e tua, i shkruan ato në mënyrën që shton ti, i paraqet mënyrën që shton ti, kisha me krahasu me një lloj të artit. Nita, thasha, jeni shumë e përkushtuar me çështjen e Kosovës, se di, që mundosh m'ja paraqit aty në Kosovën kolegëve tu, atyre që bashkëpunon vazhdimisht? Mundona shumë i tregu për Kosovën. Në shumë raste kom taku njerëz, nështë ajo në rrithin e Karolinskës, po nështë anë rrithin tjera shoqërore që njerëz nuk e kanë ditë për Kosovën. Edhe vjen shumë mirë se e shën një mundësi që unë më ju tregu njerëzve ma shumë për Kosovën, për kulturën tonë. Mendoj që kena sene shumë të bukra që na duhet muni krenar për edhe mundona me i tregu ato. Kur shkojmë punë, masi që t'jam Kosovë, gjithmonë ju qaj diçka prej Kosovës, jonaj bakllavë, ose çdo diçka që nuk prishet rrugës në aeroport. Edhe me njoftu ata pak me kulturën tonë, me ushqimin tonë, me traditat tona, me një farë mënyre. Nita, sa mundosh me rujt edhe lidhjen mes Kosovës edhe atje, sa shpesh i ki këto vizitat në Kosovë? Fillimi kom pas ma rol, kisha me thonë, se fillimi ka marrë shumë kohë derisa jam adaptu vetë edhe më ka marrë shumë kohë me studiu edhe në qëllimi edhe fokusi jam ka qenë shumë në punë, po kohëve të fundit kom fillu me ardhë ma shpesh, që jam shumë e lumtun edhe po mundona me ardhë ma shpesh edhe po mundona me gjetë mënyra që une me kontribu diqysh në Kosovë, në çfarë do mënyre që është. Qysh është e ardhmëntare të lidhur me Kosovën, a mendon me u kthy apo me jap kontributin prej atje? Me jap kontributin prej atje, kisha me thonë tash, po jetës nuk i dihet, ndoshta ndryshon mendja dhe kthejna krejt. Nita, du me të pyeta për fond pak për AI, se është në Kosovë është një temë jo dhe shumë e diskutume, jo dhe shumë e parashikume, që shëshe ti AI-n të ndikum punën tonë në 5 vitet të ardhshme? Mendoj që na pret shumë punë me bo në adaptim të përdorimit këtyre modeleve, na pret punë edhe me bo në zhvillimin e këtyre modeleve. Fatkeqësisht ose edhe fatmirësisht nuk i kemi pas platformat e duhura, deri tani po shoh që ka zhvillime të fundit. E di që kompania Trecis në Kosovë tash për shembull është duke punu në zhvillimin e data centrit më të madh në Ballkanin e Perëndimor, të superkompjuterëve që mundsojnë zhvillimin e këtyre modeleve. Mendoj që ajo ka me qenë një push, një shtyrje shumë e madhe në regionin tonë, në Kosovë, po edhe në krejt regionin e Ballkanit. Kështu që mendoj që na pret punë, mirë po duhet me qenë gati për këndryshim, me u fokusu në zhvillim edhe në fleksibilitetin e mendjes tonë si njerëz, si popull, që me i përdor të modele dhe me i shfrytzu ato në mënyra që neve vetëm na. Pra nuk kemi nevojë të friksohemi AI-t. Jo. Nështë do të fokusohemi më shumë se si ne të përshtatemi. Po, definitivisht. Për fund, cila do të ishte këshilla jote për gjithë ata që na dëgjojnë edhe që dojnë me mësu ma shumë për juve? Unë kisha, kush do me më kontaktu prej studentave edhe prej trive e ka lirin gjithsesi me bo ato, edhe kisha me i ndihmu edhe me ju jap këshillat e mia që ata i dojnë ma specifike. Si këshillë e fundit kishte me qenë me punu në andrat edhe në qëllimet që të rit i dojnë në Kosovë. Kosovë ka shumë rini edhe ka shumë talent. Kështu që besoj që po na pret një ardhmë shumë e ndritshme.
Faleminderit shumë Nita, faleminderit për kohën dhe që ishe pjesë e Kosova Gjë podcast. Të presim prap. Gjithsesi, faleminderit edhe ty për bisedën, ishte shumë kënaqësi.